sa mundësi ti ka pa Allahu xhallahu ala me prit dhulhegjën apo. A ka thonë era për shembull nëse më mësalloni dhulhegjë tjetër kimi pa çfarë bëj atë. Parimi i kompenzimit, ama kompenzimit parimor, jo kompenzimit dëshiror atë. Pejgamberi sa ka falë namaz natë. Nëse ka ndodhur me konsumut ose i lodhshëm, s'ka mund me falë namaz natë çka ka bë. E ka kompenzuar ditën atë. Mundsi se namazi ka shumë vlerë. Andaj Allahu xhallahu ala hapun që mos me ti kurçysh ato. Hade natën një lodh tik diçka të kanë gjumi, mundesh me fal ditën kur në kohën e namazit të duhas. Natën ke pas zakon me fal 5 rekate, i fal ditën 6. Ke pas zakon me fal 11, i fal 12. Gjithmonë rekat është ton, se kompenzimi duhet të pagu kasën e kompenzimit, një më shumë ato, një më shumë. Dhe kur kompenzon duhet të bëj më shumë se që është dash me bëj në kohën e vet. Me i ka dhu Allahu xhallahu ala se po vjen keq që mi ku mundsi jepte. Edhe në çdo aspekt shumë. Në esencë është marrë në derse me ngudesin, që to vlera, që to rahmeti Allahut azza xal. Në xhami, edhe në prezencë fizike. Po të kanë ndodhur s'ka mujt ridëgjon ato, kompenzim ato. Po jo hajri inshallah. Kompenzoj ngoje. S'ka mujt me komë një projekt, s'ka mujt me komë një periudhë caktuar kohore, në rregull ka shkuaja. S'ka vajtim për të kaluarën. Por në atë që kanë bet, dëshmoje dëshirën e flak për ta kompenzu atë që ka umë nga e kaluara. Sikur që i ka unë Fudal ibn Iyadi rahimullah, ati njeriu të cili pak i ka arë zheg, kër i ka thonë Fudali, në hanë, ka kja afer më ranë varë. Se ka vetë Sovjetikia, ka përmanë dë vjetë, s'pi përmanë e zani munëm me një vetën keqë. A i tonin e së të mdekës, Allah në falë, po njeri kër i ka 2 vjetë, është mangat, që të kuptim, dzakon shumë se. Kër i ka thonë, që ka që vjetë i kam, i ka thonë, ka ke ngatë. Ka thonë, që ka me botar, mas që më ngatë. Kër këshu për mas, sa mundësia i ke i ka, kush që i këthejt më mëra pas ka? Ka thonë, që ka me bo? Me lë amel? Ja Eba Ali, që ka me bo, filan? Ka thonë, ahsin fima të bëka, jughfer leka fima me dha. Që kjo është byllë e desë të përta. Që ta mere parim një tonë. Regulloja atë që ka metë, ta falë Allaha që ka kalu. Kaq. Kompenzoj tash gjithë që ka kalu nga kaluara, mundoh tash me, nështë ka kalu vitet të ra si falë. Ka kalu vitet shumë të që, nështë se ke kry një obligim të Allahut në kohë që duhet. Ka nik mundësi. Tash kompenzoj atë. Kompenzoj fuqimisht me zel e përkushtim, e angazhim, e ambicje vullnet në shfrytëzimin e mundësive maksimalisht se nuk dihet kur mundësit përfundojnë. Nuk dihet kur i vjen një vdekja.